Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar pas 18 orësh në seancë plenare ndryshimet e kodit penal. Me 85 vota pro dhe 9 kundër, u miratua dekriminalizimi i shpifjes për gazetarët, sipas udhëzimeve të Bashkimit Evropian për procesin e integrimit. Ligji shoqërohet me masa mbrojtëse për sigurinë e gazetarëve, duke dënuar ata që i kërcënojnë apo dhunojnë për shkak të profesionit. Lamallari e cilsoi një shembull të diskriminimit pozitiv që shteti shqiptar ka ndaj medias. Socialistët u shprehën kundër propozimit të Partisë Demokratike që të hiqej shpifja si vepër penale për të gjithë qytetarët shqiptar. Qeveria shqiptare ka marrë një angazhim që nuk ka ndodhur kur më parë, kështu e gjetëm, kështu e kishit lënë, pavarësisht se bëni shumë të ndjeshëm ndaj mbrojtjes së fjalës së lirë. Në fakt, për herë të parë, shteti shqiptar shkon me një nizmë shumë serioze, ku ka duke në mbrojtje të shprehjes, pra lirisë së shprehjes dhe një vendi më demokratik që i përqafon punën dhe misionin e gazetarëve, pa e vendosur ata përpara presionit për procedim penal për shkak të akuzave që mund të bëhen për shpifje, sidomos kur ata janë në mirëbesim, apo kur qartësi ata po kryejnë detyrën e tyre duke respektuar etikën dhe misionin e gazetarit, nuk mund të ketë kursesi ndjekje penale për ta. Qeveria shqiptare ka shprehur qartë vullnetin e saj dhe kjo ka qenë në konsultim pa dyshim dhe me Komisionin Evropian, por nuk jemi mjaftuar vetëm këtu. Krahas dekriminalizimit të shpifjes për gazetarët, kemi shkuar dhe më tej, duke garantuar mbrojtje specifike për ta, ku në nenin që përkon me kanosjen, në fakt ne ashpërsojmë dënimin për çdo kënd i cili po kanos gazetarin, i cili është i qartë që po kryen detyrën e tij, dhe pra ne kemi një veprim të dyfish për gazetarët, jo vetëm i lehtësojmë ata nga çdo kallëzim i mundshëm për shpifje, po shkojmë akoma më tej duke vendosur një standard të ri që nuk ka ekzistuar më parë në Shqipëri. Ndryshimet në kodin penal parashikojnë edhe burg deri në 1 vit për ata që parkojnë dysh. Për këtë pjesë, Ministri i Drejtësisë theksoi se parkimi dysh do të trajtohet si vepër penale vetëm në rastet kur kjo shkelje pengon qarkullimin e autoambulancave, zjarrfikseve apo operacionet e policisë së shtetit. Një ndërhyrje e matur por domethënëse bëhet edhe në një fenomen të përditshëm që ka pasojë serioze për jetën e qytetarëve, që lidhet pikërisht me parkimin në rresht të dytë, i cili trajtohet si vepër penale vetëm në ato raste, dua të theksoj, ku pengohet seriozisht qarkullimi i mjeteve të emergjencës, të ambulancave, të policisë apo të zjarrfiksës, dhe sigurisht dëmet do të ishin kolosale nëse për shkak të papërgjegjshmërisë të dikujt i cili parkon aty dysh dhe sfidon hapur shtetin, rendin, sigurinë, policinë, çdo autoritet tjetër, mund të digjen banesa, mund të ketë fatalitete.